ndërkohë që në kuvent mbahen mbledhja maraton e Këshillit të Mandateve nga anëtarët e Këshillit, jashtë dyerve të kuventit, shoqëria civile dhe partia Mundësia kërkonin rrëzimin e qeverisë. Me pankarta në duar, ku shkruhej "Pa drejtësi s'ka BE" dhe "I gjati në SPAK", qytetarët e shndërruan tubimin në një manifestim presioni publik ndaj institucioneve. Çështja Balluku është kthyer tashmë në një nga ngjarjet politike më me interes, të paktën nga partitë opozitare. Prej 12 ditësh, aktivistë dhe mbështetës të Partisë Shqipëria Bëhet janë stacionuar përballë kryeministrisë. Kërkesa jonë është një dhe e vetme, ndërheqja e Edi Ramës dhe krijimi një qeverie tranzitore me mandat 12 mujor, me detyra të përcaktuara qartë për përgatitjen e vendit për zgjedhje të lira dhe demokratike. U shpreh kryetari i Partisë Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapaj. Nga ana tjetër, Partia Lëvizja Bashk me kryetar Arlind Qorin dhe deputetin e saj të parë Redi Muçi organizuan protestën e dytë këtë të njëjtë për çështjen Balluku. Ky sistem politik ka degeneruar tërësisht. Këta jo vetëm vjedhin mëngjes, drek, dark, mesnat, por ja kanë dalë, siç e keni parë skandalin e Akshit, edhe të rrëmbejnë persona, tha kryetari i Partisë Lëvizja Bashk, Arlind Qori. I pyetur nga gazetarët e Shteg nëse do të votoj pro apo kundër heqjes së imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, deputeti i kësaj partie, Redi Muçi, u shpreh që do të votoj pro heqjes së imunitetit. Gjithashtu, dhe Partia Demokratike ka mbajtur protesta të përjavshme për çështjen Balluku, ku përballë kryeministrisë krijon një platformë komunikimi me qytetarët, duke qenë se, sipas tyre, nuk u jepet hapësira e nevojshme në kuvent. SPAK, më 16 dhjetor të 2025-s, paraqiti një kërkesë për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë për Belinda Ballukun. Zëvendës kryeministria akuzohet për shkelje të barazisë apo pjesëmarrësve në tendera për tunelin e Llogaras dhe për ndërtimin e Unazës së Madhe në Tiranë.